Ishte era e parë që Shqipëria merrte pjesë në një kompeticion të tillë. Normalisht ndjesitë ishin shumë të përdjera, pra kishte edhe emocion brenda, por kishte edhe shumë optimizëm. Djemtë u përgjigjen shumë mirë faktit të përballjes me fushën, dhanë një shfaqje shumë të bukur futbolli dhe merituan kualifikimin në turin tjetër me 2 ndeshje shumë bindëse, duke shënuar 5 gola dhe duke mos psuar asnjë gol. Pjesa tjetër është dhe më e vështirë se pjesa e parë, është ky tur tani përcakton se kush do të kualifikohet në 8 më të mirat e Evropës për skuadrat amatore. Të 3 ekipet janë të një niveli tjetër, shumë më të fortë. Çekia renditet e 3-ta në Evropë për futbollin amator. Bosnia ka një ekip shumë të fortë, por dhe Skocia nuk mbetet pas. Synimi ynë është që të kualifikohemi. Përgatitjet kanë filluar. Kemi një plan stërvitor të cilin po e bëjmë dhe po e zhvillojmë në shtëpinë e futbollit çdo javë. Aktualisht entuziazmi është i madh, po përpiqemi të ndërtojmë një ekip i cili të jetë kompetitiv dhe të arrijë qëllimet. Nëse në këtë rast unë gjej edhe një shkak që të bëj thirrje gjithë lojtarëve amator, që kjo është një shfaqje futbolli e cila jo vetëm që do të ngrej Shqipërinë në këtë lloj organizimi dhe në këtë lloj pjese, por do t'u jap dhe atyre një mundësi që nesër pas nesër të mund të luajnë dhe në futbollin profesionist. Shumë ekipe evropiane kanë marrë shkas nga kjo pjesë dhe shumë lojtarë të tyre sot luajnë në ekipe profesioniste, si nga ekipi gjerman dhe ekipet tjera. Ka lojtarë të cilët nga futbolli amator janë parë nga skautët në këtë lloj kompeticioni dhe kanë kaluar në futbollin profesionist në vitet pasardhëse.